Nderuar të komunës Rahovecit, nderuar anëtar të kuvendit të komunës Rahovecit, pra asamblesë, kryesuesi i kuvendit të komunës Rahovecit, nënkryetari i komunës, drejtorët e drejtorive, familjarët e heronjve, të dëshmorëve, të martirëve, i nderuar komandant inspektor, kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame, Efendi Shani Sylka, hoxhi i nderuar, përfaqësues të familjeve të heronjve, Kastriot Berisha, djali i herojit Hamdi Berisha, i rënë në luftimet për Rahovecin, i nderuar zoti Gashi, Faridin Hajda, përfaqësues i familjes emblematike Hajda, pra i vllai i dy heronjve, komandant tonit edhe Sadedin Hajdës, respektuar kryetari i komunës Albanikut, vllai Fatime Hetemi, Lulzim Hetemi, pra e cila ka rënë bashkë me heronjt Fehmi Ecjev Lladrosi me 22 shtator të vitit 1998, drejtues të forcave politike, Borem, Lefrem, Sef, kryetari i shoqatës burgosur politik Dervish Qadraku, komandant Binak Gashi, kryetari i organizatës veteranëve të luftës Qemal Krasniqi, të gjithë ju të pranishëm. Pranoni përgëzimet e mia për përvjetojnë në 26 të çlirimit të komunës tonë, të Rahovecit nga pushtimi shekullor serb. Kjo u bë mundur pas shumë sakrificash dhe përpjekjesh të njerëzve të këtij vendi. Rahoveci është pjesë e pandashme e lirisë Kosovës, sepse edhe ne dham djerës mund të gjak për qenë pjesë e festës së përbashkët të popullit shqiptar të Kosovës. Populli kësaj jone u bë pjesë e kësaj arritjeje, sepse burrat e gratë, djemtë dhe vajzat e kësaj jone u bën një me luftën tonë shërimtare dhe dhanë gjërat më të shtrenjta për ta kurorëzuar me fitore luftën tonë të drejtë e të mundemshme. Dhe pas shumë përpjekjesh e flijimesh e arritëm atë për cilën brezat shumë punuan. Vuajtëm e u privuan nga shumë të mira të jetës me synimin e qartë që një herë për gjithmonë të jemi vetë Zot në tokën tonë. Liria i ka kushtuar shtrejt popullit të kësaj jone, sepse në fushë të nderit kanë rënë shumë dëshmorë, janë ekzekutuar e masakruar shumë njerëz, ndërsa plagët e luftës i kemi ende të hapura, sepse mbi 60 persona ende figurojnë të zhdukur 64 saktësisht në Krushe, 108 në komunën e Rahovecit. Pra janë të zhdukur me dhunë e me forcë nga pushtuesi serb, dhe ende asgjë nuk dihet për fatin e tyre. Gjithsesi edhe përkundër këtyre vuajtjeve e përjetimeve të rënda, qytetarët e Rahovecit me rrethin kanë ditur të ruajnë nderin e dinitetin dhe nuk e kanë pranuar asnjëherë në nështrimin. Tashmë jemi dëshmitar të arritjeve të sukseseve të mëdha në të gjitha sferat e jetës dhe po punojmë që ta përmbushim më shumë të mira për qytetarët tanë. Pra ka shumë ndryshime në epokën e lirisë, ndryshime të cilat në vazhdimsi do të ndodhin edhe në të ardhmen. Përkundër zhvillimeve të gjithanshme, ne nuk guxojmë të lejojmë të bijem në vetë nasi dhe të vetë mjaftohemi. Para nesh kemi sfidat shumëta e të mëdha që mund të i kalohen me unitet mendimesh për çështjet e përgjithshme dhe në harmoni me parimet demokratike euro-atlantike, sepse në këtë mënyrë përmbushim ata manet që e kemi trashëgim nga dëshmorët e martirët tanë. Ditët si kjo e sotmja duhet na shërben për të reflektuar për ato që kemi bërë dhe ato që nuk kemi bërë, por që është dashur të bëhen nga ne. Është dita kur njëkohësisht duhet të marrim obligime të reja për të vazhduar me ndërtimin e ardhmërisë më të lumtur të njerëzve të këtij nënqielli. Pra është festa jone përbashkët dhe kësaj duhet i gëzohemi të gjithë. Kontributet e njerëzve asnjëherë nuk janë të mjaftueshme për të mirën e përgjithshme, prandaj askush nuk duhet të ndjehet i përjashtuar dhe askush po ashtu nuk duhet ndjehet i privilegjuar. Dita e çlirimit të komunës tonë duhet të jetë momenti i bashkimit të spektrit politik e shoqëror, ndërsa nderimi për dëshmorët për martirët dhe për gjithë ata
e ato që u vlijuan për të mirën e përgjithshme është obligimi ynë i përbashkët. Personalisht, mbetemi përkushtuar në respektim të këtyre vlerave dhe lartësim të idesë së tyre madhore. Ju ftoj të ndjehemi krenar dhe të përjetojmë së bashku frytet e lirisë, e të punojmë së bashku për forcimin e vlerave tona, e avancimin e këtyre vlerave në nivele më të larta. Nderim dhe lavdi përjetësisht për heronjtë dhe dëshmorët e lirisë, nderim dhe respekt për gjithë ata që i shërbejnë me ndershmëri, sinqeritet, punë dhe me vepra të mira popullit dhe vendit të vet. Lavdi. Ju faleminderit për vëmendje.